Ke pas edhe një fazë më stresuse në jetën tënde. Kjo, mendoj, ose shkalla më e lartë e stresit, mendoj duhet këtë qenë momentin kur ke marrë diagnozën me Hashimoto. Apo, sa vjeç ke qenë? Që tash në mars këti viti. Në mars këti viti ka ndodhë, okej. Ishte fazë që të desh shumë kohë me te kalu, ishte me pranu si diagnozë? O konë shumë e vështirë me pranu, se dyqysh e ke jetu jetën me një farë mënyre edhe e dash komplet mënyrën e jetesës me ndru për miu për shtatë që ati sane, po kom hullum tu shumë në internet, si kretë njerës tash kur e morin vesh diçka, edhe kom ardhë me një përfundim që diçka që s'mu në shmendru, veç mësohu me jetu me ta. Thjesht. Kishe një uriti më përpara për Hashimoton, ose dhe për ata që për ndjekje nuk kanë shumë një uri për të... Qka do të thotë? Nuk këm pas një uri për Hashimoton specifikisht, se kjo është smundje autoimune, ama Hashimoto është smundje që targeton gjandrën tiroide. Une i këm, po mdo këtë ka të bëj pak edhe me trashëgimi, se nana e ka pas hipertiroidizmin, edhe pse është e kundër të asaj që e komune, që është hipotiroidizmi, mu më prodhën gjandra tiroide ma pak hormone se sa që duhet, po për shambull edhe gjyshe, edhe holla, familja kababi, edhe agje e kanë, kështu që menej që mundet me kom pak edhe genetike, s'po di, po një ori tjera përveç këtë në fakti që ka pas nana, nuk është që jam interesu shumë, adin se nuk o konë diçka... Që ka qenë në horizontin të ndiku, po që mande je interesu me kohën. A kishe ndo një simptom, a kishe diçka që ti dalove më përpara se të bëje kontrolat e nevojshme? Në atë kohë, unë nuk i kom ditë simptomat e kësaj, po jam konë pak ma ndryshe se që jam zakonisht. Unë e gjithë jam konë njëri shumë energjik, adin shumë e lumëtër, shumë kom pas qaf me i bo 100 sane mrena ditës, edhe për një moment mrena një periudhe 3-4 mujorëshe, veç ma lëshoj komplet energjia, nuk isha di që është vullnet mu qunë, më nxez nuk isha vullnet me bo kur gjo, edhe disha që ajo nuk jam une, edhe diçka nuk është në regull, adin. Po arsyja pse jam shku mu kontrolu është që babi në fakt e ka vrejt që fytin e kom pas ko gjamat ajt, e kom pas pjesën qëtu të fytit ajt, edhe nuk o konë diçka normale, edhe më ka thonë më shku mu kontrolu, edhe kur jam kontrolu, jam diagnostifiku me qëta. Fatkeqësisht Hashimoto është e pashërushme, të pak të ndrejt tani, me aq raste sa ka edhe në përbot, gjithmonë duke shpresu që mrekullia mundet me ndodhe, nuk i dihet, a i bie kjo që të duhet kesh një terapi konstante, është e përditshme, është javore, si ndodhë? Terapia për gjandër tiroide, si për hiper, si për hipo, është ditore. Merët në mëngjes si që është pej gjumit, edhe mrena periudhës kohore 30 minuta nuk duesh me hungër ose me pi diçka.